Vëllezër, hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam janë këshilla dhe porosi dhe udhëzime me të cilat Allahu Dhul Jalal i ka bekuar besimtarët me iman, i ka bekuar besimtarët me udhëzime të cilat ftojnë porositë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ato nuk janë sikur fjalët e të tjera, por janë udhëzim në shpallje për anës së Allahut Dhul Jalal, sikur që ka folur Zoti Dhul Jalal në Kur'anin famëlar ku ka thënë: "Wa ma yantiqu 'anil hawa", ai pra për pejgamberin alayhi salatu wassalam nuk flet nga vetja e tij, por kur janë pyetje çështjet e fesë, kur janë pyetje çështjet që lidhen me besimin në Allahun Dhul Jalal. Pra edhe pse ka qenë i dërguar i Zotit, gjithmonë ka folur me shpallën e Allahut Dhul Jalal. Një prej porosive të tij pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë: "Ittaqillaha haythu ma kunt", ke frikë Allahun kudo që të jesh. "Wa atbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha", edhe pasoje çdo të keqe me një të mirë e cila shlyhen atë. "Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan", edhe shoqëroj njerëzit me moralin e mirë, me sjelljen e mirë. Vëllezër, ke frikë Allahun kudo që të jesh, kjo lidhet me raportin tonë me Allahun Dhul Jalal. Që ne në të gjitha rrethanat, në të gjitha situatat duhet ja kemi frikën Zotit Dhul Jalal. Ka prej njerëzve të cilët në mesin e njerëzve, në publik, me të tjerët janë gojamur, janë të mirë. Po kur të vetëmohen me veten e tyne, vetëmohen edhe me mëkatet e tyne. Pra nuk e kanë turpin prej anës së Allahut Dhul Jalal, nuk e kanë atë vetëdijën që Zoti i Madhërisht i shef gjunahet e tua me të cilat ti i bën gjuna Allahu Dhul Jalal. Ka të tjerë që në mesin e njerëzve për shembull të lavdërojnë dhe të flasin mirë dhe sillen mirë, por në raport kur janë me rrjetin e ngushtë, ndoshta i zgjedhin ato fjalë të tjera, për shembull me i fol për ty ose para gjykimit ose kështu me radhë. Ka të tjerë të cilët për shembull në vendin e tyne janë të mirë, por kur shkojnë në një vend tjetër, në një vend të largët, e ndryshojnë qasën e tyne dhe nuk ruhen prej gjunave, nuk ruhen prej harameve, nga bindja se për shembull këto nuk më shef mua kërkosh edhe unë jam i lirë, për shembull me vepru me ato lakmit e mia. Prandaj, ai njeri i cili dën me pas frikën ndaj Zotit Dhul Jalal, ai i cili dën me rujt imanin e tij, ai i cili dën me rujt veten e tij, duhet me pas frikë Allahun në të gjitha situatat, në të gjitha veprimet e tij, qofshin ato prej fjalëve ose veprave, qofshin ato prej bindjeve të cilat i mban njeriu në zemrën e tij. E dyta, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë pastaj, thotë pasoje veprën e keqe me një të mirë, e cila shlyhen atë. Nesin atyre nuk mundemi me i gabime, ne nuk mundemi me i mangësive. Vetë fjala njeriu, do thotë të disa prej dietarëve, e ka kuptimin të thotë që vjen prej fjalës harrestar ose që shpën çim ose gabim ose kështu me radhë. Edhe besimtarët e mirë, edhe njerëzit e devotshëm, të gjithë njerëzit bëjnë gabime, nuk munden me i gabime pavarësisht devotshmërisë së tyre ose frikës që e kanë ndaj Zotit Dhul Jalal. Po besimtarët e mirë për dallim prej të tjerëve me çka shquhen, ata shquhen se i kthehen Allahut me istighfar, i kthehen Zotit me pendim, i kthehen Zotit duke e korrigjuar veten e tyre. Edhe e lypin falën e Allahut Dhul Jalal. Një prej sahabive i erdhi një ditë pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i tha: "Ja Rasulullah, kam bënë gjuna." Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk i foli se ishte koha e namazit të ikindis. Mas namazit i zbriti Allahu Dhul Jalal në disa ajete pejgamberit, në të cilat domethënë thotë vërtet veprat e mira i shlyhen ato tek xhijat. Edhe mas namazit do thotë ku është ai personi i cili mbyti pak më herë dhe ngriti dorën, unë thotë ja Rasulullah. Thotë falet ti namazin me neve, thotë po. Thotë për gëzohë se Allahu Jalal na ka shtyr me katin tënd. Pse? E ke fal namazin me neve po. Namazi është prej punëve të mira. E çdo punë e mirë, vëllezër, i shlyhen gjunahet e vogla pa vendim. Çdo vepër e mirë, sadakaja, namazi, një
punë e mirë, çfarë që tjetë i shlyhen mëkatet e vogla pa pendim. Kurse gjunahet e mëdhaja, ato kërkojnë pendim të veçantë dhe mjet të veçantë që besimtari mi u drejtu Zotit te bareke ve teala. Tjetra vëllezër, çka është e rëndësishme tek domethënë mëkatet. Nganjëherë him hakën nga një tjetër, ndërsa edhe ka punë duke folur. Dietarë kanë thonë, nëse për shembull ushqet njeriu që flet për dikë, edhe përmend me një mezhlis me diçka prej cilësive ndoshta ajo të mirë ose diçka, thotë për me i kërku falje atij personi, është me përmend pastaj më të mirë, me përmend vlerat e mira, me përmend kontributet e mira kështu me radhë. Nëse ndodh që personi për shembull e ka kuptuar që ti ke përgoju, i kërkon falje, i kërkon hallallëk për shembull në që mos me të cilën e ke përmendur për shembull mesin e njerëzve ose kështu me radhë. E drejta ka përmend pejgamberi alayhi salam dhe njerëzit shoqërojnë me moral të mirë. Si shoqëron njerëzit me moralin e mirë, ka thënë dietarët njëjtë sikur çuçi që ty me trajtu të tjerë. Jo me qenë besprem, jo me i shkënyrë të tjerë, mirë me qenë korrekt, me i dalë të me thonë gjithmonë në fjallën ashtu si ku ai që ka ndërtu imazhin për ty, jo me harun nderën e tij kështu me radhë. O e di një rast ma tregon që mohat kanë ndodhur jashtë, kanë qenë të dy shokë, të cilët kanë punu punë të ndërtimtarisë. Dhe një ditë prej ditëve shkojnë me marrë një punë dikon, edhe ata të bashkë që shenë marrë veç i japin atë çmimin atij së fëmijës. Edhe kur i japin atë çmim ai thotë ne po mendohem pak. Kur dalin ta prej atina, kur i ndajnë në rrugë që ky shkon shtëpi vet, vjen vetën, njëri prej tyre domethënë kthehet ai pronari prapë. Edhe i thotë nëse ma jep mua me çmim më të mirë se kjo çka nata kemi dhënë, thotë ne ta bëj këtë punën. Edhe ai pranon domethënë edhe ky shoku tash pret disa ditë në javë, pse nuk ka thirrë. Kur shkon atje për shembull e sheh shokun e tij të punu aty. Thotë çysh ne kemi lënë bashkë, ne kemi ndërtu punën bashkë. Ne kemi marrë vesh si fitimet me do bashkë, krejt ato çka i kemi të më thonë bashkë. Pra me bëni diçka bashkë, tjetër me ta dhon besimin, tjetër me ta dhon për shembull me ta zgjat dorën për me ndihmuar, me ecë përballë kështu më radhë. Ti më janë ty shpinën edhe ti më trahtu ose më domethënë me dëmtu më në mënyrë kështu materialisht edhe shpirtërisht kjo është e rëndë, këto se bën besimtari. Prandaj pejgamberi alayhi salam na ka thonë do të shoqëroni njerëzit me sjelljen e mirë, me moralin e mirë, sepse me një vend tjetër ka thonë ai i cili nuk ka besë, ai nuk ka din, ai i cili nuk ka fjalë që më ai s'ka din, ai i cili nuk është korrekt, ai s'mund të pas din. Adhurimet tona janë borxhet që kemi Zotit Dhul Xhelal. Kurse njerëzve gjithmonë duhet me di që u detyrohemi me mirësjellje, u detyrohemi me besnikëri, u detyrohemi me morale të shëndosha, sepse Zoti nëse feja jonë, imani jonë nuk na udhëzon neve në për çdo virtyte, atë çka kemi përfituar prej fesë Allahut Dhul Xhelal. A kemi nevojë vëllazër nga pas frikën e Allahut, vallahi kemi nevojë shumë. Allahu na madhëshon me luksën që të na shtojë frikën ndaj tij, që të na shtojë imanin në det, që të na mundsoj që frika ndaj Allahut Dhul Xhelal të na mundsoj me qenë korrekt me të tjerë, të shtarojmë moralin tonë, të harojmë vlerat tona, me të cilat Zoti Dhul Xhelal na ka zgjedhur dhe na ka ndaluar prej tjerë si musliman. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru